Mirësia e abdesit. Studiuesit kanë zbuluar se abdesi largon nga gjymtyrët e lara grumbuj bakteriesh të përqendruara në lëkurë. Ruan fleksibilitetin e trupit. Nga këto dobi dhe të tjera kuptojmë pse Allahu na urdhëroi në abdesin, pra që të na ruaj shëndetin e trupit, lëkurës dhe të jemi të mbrojtur nga sëmundjet e ndryshme. Me çdo larje të abdesit ne largojmë nga trupi ynë miliona baktere dhe viruse. Allahu i madhëruar thot: aty ka njerëz që duan të pastrohen. Allahu i do ato që pastrohen shpesh. Kur'an.